Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të komentuar një ngjarje dhe për të komentuar një situatë që unë në fund të ditës e vlerësoj. Gjesti gjatë natës së mbrëmshme bëri ca situata interesante në shtëpi që realisht janë për të vlerësuar. Do thoni pse? Sepse do ta komentoj gjatë momentit. Në shtëpinë e Big Brotherit, mbrëm vllau i madh kishte organizuar një mbrëmje, kishte organizuar një party e cila ishte në kuadër të festës së 7 marsit edhe 8 marsit. Dy festa një pas një, të cilat janë njëra në shenjë respekti për mësuesin dhe tjetra në shenjë respekti për gruan, për nënën. Gjatë gjithë festës, banorët u argëtuan, festuan, kremtuan, ku në një moment kjo orkestra e cila kishte hyrë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, filluan të performojnë këngë greke. Duke e ditur gjithmonë që grekun e kemi patur një ndër armiq të tanë, do me thënë duke e ditur gjithmonë që grekun dhe serbin e kemi patur të përbetuar që nuk na ka dashur dhe gjithmonë na ka urryer, Gjesti e vuri gjakun e tij para lojës dhe u ndjej çik si i tradhtuar dhe u largua nga festa, sepse tha që unë nuk jam grek dhe nuk festoj me këngë greke dhe nuk festoj me muzikë greke duke patur muzikën tonë shqiptare. Për këtë gjë jam dakord që kam qenë kundër edhe kur në Kosovë është kënduar muzikë greke, sepse ne kemi muzikën e bukur shqip, kemi këngët e bukura shqip që mund të promovohen edhe mund të japin një super ambient dhe një super atmosferë në shtëpinë e Big Brotherit, duke e ditur se çfarë fuqie ka kjo shtëpi, duke e ditur se çfarë klikime sjell kjo shtëpi dhe duke e ditur se çfarë po ndodh në këtë shtëpi, dhe duke e ditur se çfarë loje bën kjo shtëpi. Dhe me patjetër që më duket e tepërt muzika greke në këtë ambient. Gjesti u ndjej ofenduar, u ndje, le të themi, le ta quajmë një çik racist, por u ndje i ofenduar që unë të dëgjoj muzikë greke në këtë shtëpi. Laerti nuk i pëlqeu kjo gjë dhe Jozi e shumë të tjerë, domethënë dolën kundër vendimit të Gjestit, përse të largohesh nga festa, muzika është muzikë, ne duhet të festojmë, muzika greke është e bukur, unë nuk them që muzika greke është e keqe, por të paktën në media, siç është Big Brother, që ka një shikueshmëri të frikshme, do ta them, nuk mund të promovohet një muzikë e cila është e armikut ton, duke patur gjithë ato këngëtarë shqiptar, duke patur gjithë ato traditë muzikore, duke patur gjithë ato këngë që janë me qindra, me miliona, me mijëra këngë shqipe që të kënaqin shpirtin, që të krijojnë atmosferë, të krijojnë ambient, këto promovojnë muzikë greke. Për shembull, në Greqi nuk ndodh që në Big Brother të këndohen këngë shqip. Në vendet e tjera, le ta quajmë në Turqi, nuk ndodh që në Big Brother apo në një kompeticion tjetër që është The Voice të këndohet këngë shqip duke promovuar kulturën e tyre dhe duke mbështetur gjithmonë këngët e tyre të bukura. Ndërsa në reality show tonat promovohet muzikë greke, promovohet muzikë italiane, promovohet muzikë tjetër që nuk ka të bëj fare me kombin ton, nuk ka të bëj fare me kulturën ton, nuk ka të bëj fare me atë që ne kemi trashëguar nga të parët tanë. Unë ja dua Gjestit këtë advetarizëm që ka, unë ja dua këtë patriotizëm që ka, sepse nëse ne vetë nuk e ruajmë kulturën ton, nuk e ruajmë kombin ton, nuk e ruajmë traditën ton, kush janë ato që do ta ruajnë atë festar të çmuar që ne e kemi. Dhe për këtë gjë e dua Gjestin dhe unë jam rreptësisht kundër që të promovohen këngë të shteteve të huaja në vendin ton, në për këto reality show, sepse ka shumë këngëtar të mrekullueshëm shqiptar që natën e mbrëmshme mund të bëni një super atmosferë në atë Big Brother dhe ndoshta ajo sken i kërkonte ato këngëtar që të ishin prezent po në këto net të çmuara, po në këto net me kaq vlerë, po në këto net ku mësuesit e parë shqiptar ju e dini shumë bukur se në çfarë krizash kanë kaluar për të mësuar shkronjën, fjalën dhe gjuhën e mrekullueshme shqipe. Dhe ne nuk mundemi t'i anashkalojmë këto gjëra dhe nuk mundemi t'i kalojmë këto festa duke promovuar këngën greke. Gjesti u prek shumë,
gjesti u lëndua shumë dhe u largua nga festa për disa momente, sepse i pengonte që brenda të feston me këngët greke, duke mos i njohur edhe mos i ditur, dhe në fund të ditës s'na intereson ne muzika e tyre. Kjo ishte një moment i cili ka marrur një vëmendje shumë të madhe në rrjetin social TikTok, ku menjëherë fansat e Gjestit kanë filluar të komentojnë pozitivisht për zgjedhjen që bëri Gjesti, por njëkohësisht edhe për dozën e adetarizmit që e ka, ndoshta disa të tjerë mund të thonë që Gjesti këtë e bën vetëm për fytyrë, vetëm për të fituar disa klikime. Unë nuk e besoj të atill, sepse të paktën shqiptarët e Kosovës kanë përjetuar shumë e më shumë dhe plagët e tyre në shpirt akoma edhe sot e kësaj dite nuk janë tretur, edhe sot e kësaj dite po të ulesh lëshojnë një pikloti për atë që kanë kaluar, dhe kur e mendon që Gjesti ka xhaxhain e tij dëshmor që gjyshja e tij nuk e di edhe varin ku e ka i biri, kjo është një dhimbje edhe më e madhe që ky djalë të ngris duar, të kremtoj dhe të gëzoj me këngën e armiqve tanë dhe me muzikën e tyre. Gjesti di të jetë shumë shqiptar, di të jetë shumë adetar, di të tregoj vlerat e kombit ton, dhe kjo është gjë më e bukur. Ka shumë artistë të mrekulluar që e thash edhe më herët që mbrëm duhet të ishin pjesë e asaj shtëpie. Kemi ikonën tonë të bukur këtë Shkurte Fejzën, po edhe Shkurte Gashin, të cilat kanë nxjerrur këngë dhe i kanë kënduar shqiptarizmit historikisht. Kemi Shyrete Belulin që i ka kënduar nënës, i ka kënduar gruas. Kemi Dafina Zeqirin që i ka kënduar gruas shumë. Kemi artiste si Tajna që është një kontribuese e madhe qoftë edhe nëpër shkollat shqiptare. Kemi artist Flor Mumajesin, kemi ikonat mëdhej të muzikës tonë që realisht duheshte të jenë pjesë e një shtëpie kaq gjigante, me kaq shikime, me kaq shumë djegës, me kaq shumë atmosferë për të argëtuar këto banor. Unë jam pro me mendimin e Gjestit, besoj që dhe ju t'jeni pro të mendimit tim, do kisha dashur të marr mendimin tuaj si e gjykoni ju këtë veprim të Gjestit dhe si ju duket ju kjo përzgjedhje që ka bërë produksioni dhe vllau i madh. Ne do takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe mua Tirona Lilin për të bërë një grup edhe më i madh për të komentuar dhe për të ndarë video dhe mendime të ndryshme.